Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në programin tim Zëri i Diasporës, drejtarja juaj informative, drejtarja e zërit tuaj. Para se të vazhdojmë këtë intervistë që do realizoj sot për juve, është një zë shumë i njohur dhe shumë i dashur tashmë pjesë e politikës shqiptare. Ju ftoj të gjithëve që të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel, në mënyrë që të kemi antar të rinj dhe në mënyrë që zëri juaj të dëgjohet gjithnjë më shumë. Unë kam kënaqësinë sot të realizoj një intervistë me një gazetare, do thoja fillimisht, me një artiste të njohur, por që së fundmi, jo më larg se sa një vit ndoshta, ka zgjedhur që të angazhohet totalisht në politikën shqiptare dhe ka një rol shumë të rëndësishëm në partinë ku ajo është angazhuar, partinë Shqipëria Bëhet, dhe ajo është bashkëthemeluesja e kësaj partie. Flasim për Edona Haklaj. Edona, mirëmbrëma, mirë se erdhe në programin Zëri i Diasporës. Kënaqësi të të kem sot. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën, shumë suksese dhe më vjen mirë që të shikoj të angazhuar edhe në këtë dimension tjetër. Shpresoj që të jetë një dritare informative, një kanal për gjithë shqiptarët e diasporës, por edhe për ne që jemi këtej në Shqipëri. Sigurisht, ashtu siç e keni vënë re, tashmë diaspora ka një vëmendje shumë të madhe nga partitë politike, vota diasporës, dhe ka ardhur momenti që diaspora shqiptare dhe shqiptarët e diasporës të trajtohen në mënyrë të barabartë si shqiptarët e Shqipërisë. Unë do ta filloj pyetjen fillimisht duke të njohur pak a shumë, sepse deri tani intervistat e tua kanë qenë të fokusuara vetëm në aspektin politik. Edona angazhuar në partinë Shqipëria Bëhet. Unë kam një ndjeshmëri të madhe ndaj gazetarisë dhe kam njohur Edonën që të vogël e cila rente dhe raportonte live në protesta të ndryshme që Shqipëria ka pasur atkoh kur unë kam qenë gazetare, dhe kisha një pasion të papar për të raportuar ngjarje të ndryshme dhe për të qenë aty, sidomos ndaj padrejtësive të shumta që vendi po kalonte atkoh. Unë jam kurioztare dhe gjithë ndjekësit e tu besoj janë kurioztar për të kuptuar se si Edona u largua nga gazetaria dhe zgjodhi politikën. Në fakt, realisht, sa herë mendoj për angazhimin tim gazetaresk, për protesta që kam ndjekur, për kauza qytetare që kam raportuar bashkë me kolegët e mi, për ngjarjet live, për çdo ngjarje e cila duhet të ishte në opinionin dhe në syrin e publikut, mendoj që a është e drejtë rruga dhe mund të themi hapi që kam marrë tani. Dhe mbase lidhja dhe angazhimi me gazetarinë, me njerëzit në terren, me ngjarjet që kanë ndodhur në kohë reale, më ka shtyrë patjetër që të shkoj edhe drejt kësaj rrugës ku jam sot, që është politika. Nëse do ndaja në epokën kur unë kam bërë gazetari të përditshme, kam raportuar, kam ndjekur live zhvillime shumë të rëndësishme aktuale që kanë qenë të asaj periudhe, politike, sociale, kulturore, me angazhimin që kam unë sot, nuk do mund t'i diferencoja, sepse në të dyja rastet ajo çfarë unë dua, kam dashur të përcjell të transmetoj është reagimi ndaj padrejtësive. Dhe gjithmonë gjetja e një forme për të qenë pranë njerëzve, gjetja e një forme për të transmetuar problematikat e tyre, dhe pse jo në këtë moment ku jam unë tani në politikë për të ofruar zgjidhje dhe alternativa për ta. Emocioni që kam ndjerë dhe ndjej sa herë që kujtoj kohën kur kanë qenë 24 e lidhur me media dhe me gazetarinë, patjetër që do është gjithmonë i veçantë për mua. Unë e kam nisur terrenin, e kam nisur mjedisin gazetaresk në një moshë shumë të hershme, ka qenë viti i parë në universitet, unë nuk isha mbushur akoma 19 vjeç, kur më ofruar mundësia të realizoja një praktik pune në televizionin Fox News, dhe pastaj pas një muaji praktik unë kisha fatin, mundësinë, por edhe vlerësimin nga drejtuesit e atij televizioni që të vazhdoja zyrtarisht edhe si punonjëse, edhe si gazetare, edhe si pjesë e një grupi të rinj gazetarësh që realisht në atë periudhë kanë ndjekur çështje shumë madhore dhe pse kanë qenë të rinj në moshë, pra ishte periudha e krijimit të një brezi të ri gazetarësh të cilët mundoheshin që me pasionin, me vullnetin, me dëshirën dhe me aktivizmin e tyre të ishin sa më të drejtë, sa më të sinqertë, sa më objektiv dhe sa më pranë publikut. Dhe gjithë ky rrugtim pastaj duke ndjekur nga afër shumë kauza qytetare, duke ndjekur shumë problematika, duke parë padrejtësi, duke parë ato çfarë politika bënte tek qytetarët e thjeshtë, duke parë mbas herë pas here edhe media që mbylleshin dhe nuk raportoheshin ato çfarë ndodhte, nuk raportonin të drejtën siç ishte, nuk e jepnin ngjarjen dhe nuk ishin gjithmonë pranë qytetarëve, më bëri të mendoja që mbase duhej edhe një angazhim disi më tjetër, një angazhim që do më bënte dhe mua, dhe misionin që unë mendoj dhe vlerat ku unë besoj që të shkojnë edhe më tutje, të kenë një mundësi për të qenë edhe pak më ndryshe më pranë qytetarëve. Edona, ju jeni bashkëthemeluesja e partisë Shqipëria Bëhet. Jemi kuriozitar qoftë edhe nga emri që ju keni vendosur kësaj partie, është shumë interesante.
është një gjetje shumë e veçantë në një kohë kur Shqipëria ka qenë dhe po vazhdon të kalojë problematika të shumta. Kush e vendosi këtë bashk? Ju keni qenë në grup besoj, por që kush ka pasur idenë më shumë për ta vendosur këtë emër? Fakt, termi, slogani, emri i lëvizjes Shqipëria bëhet vjen pikërisht në moton e asaj çfarë ne jemi rritur duke dëgjuar që ky vend nuk bëhet, ta njerëz nuk bëhen, ky vend nuk ofron mundësi, ky vend nuk do arrin ndonjëherë të krijohet edhe të ketë zhvillime të ecë përpara. Ja, është kjo domethënë gjithmonë kauza shqiptarëve që ose shqetësimi madhor i shqiptarëve të largohemi, të ikim, ta gjejmë zgjidhjen diku tjetër. Është shumë e vërtetë, dhe për çdo gjë ne shikonim bashkë me grupin me cilin ne jemi bashkë themelues, përfshirë këtu dhe Adriatikun, përfshirë këtu kolegë të tjerë, gjithmonë e kishim dëgjuar dhe në protesta dhe në kauza që bën që nuk do arrini të shtoni deri në fund sepse nuk bëhet, nuk do ja dilni dot. Dhe duke u përballur her pas here me këtë gjë, duke e dëgjuar shumë herë, duke parë që edhe pse shpesh arrinim dhe fitore të vogla mbase në kauza qytetare, po edhe fitore të mëdha, e kuptuam që kur disa njerëz me ideale, me pasion, me vlera, me dëshirë për ndryshuar këtë vend bëhen bashk, ky vend edhe bëhet. Pra, nuk është thjesht një slogan i shkruar i cili duhet të jetë patjetër që Shqipëria nuk bëhet, ky vend nuk bëhet, njerëzit tanë nuk bëhen, por jo, ky vend realisht bëhet. Nëse për këtë vend punohet dhe nëse për këtë vend angazhohen një grup i vogël mbase në fillim njerëzish që pastaj bashkohen me të tjerë, që pastaj rrugës bëhen një ortek i madh, patjetër që edhe ky vend mjafton vetëm të ndjekësh politika të sakta, politika të drejta dhe t'i hapësh disa rrugë zhvillimore dhe patjetër që do e gjej rrugën për t'u bërë. Pra, nuk duhet të ecim gjithmonë me parimin dhe me atë çfarë na ngulisin të tjerët në mendje që për çdo gjë, jo, mos e bëj se nuk bëhet. Pesimizmi është më i lartë se optimizmi në Shqipëri, edhe unë jam një nga ato shqiptarë që kam zgjedhur të largohem, ndoshta për arsye familjare, por gjithsesi prap ajo tendenca për të rritur fëmijët në Shqipëri është pak friksuese për neve, sepse siç kemi parë ngjarjet e fundit, tragjeditë e fundit në shkolla, në institucionet e edukimit, të arsimimit, është pak e frikshme kjo, kur siguria pranë vendet tona dhe nuk e di se si referuar dhe kaosit që ka kaluar Shqipëria, çfarë partia juaj ofron një alternativë ndryshe që vërtet jep siguri më shumë se sa partitë e tjera për thënë po Shqipëria ka një alternativë ndryshe dhe mund të bëhet dhe mund të përmirësohet dhe njerëzit mund të jetojnë normalisht aty. Shko, Lindita, me thënë të drejtën, këtë që çfarë ti thua tani, ne për fat keq që kemi dëgjuar shumë në takimet që kemi realizuar brenda dhe jashtë vendit, sidomos jashtë vendit me shqiptarët e diasporës, të cilët kanë zgjedhur një vend tjetër për të krijuar familjen e tyre, të ardhmen e tyre, për të rritur fëmijët e tyre, sepse në Shqipëri e kanë parë të pamundur edukimin e brezit si duhet, e kanë parë të pamundur krijimin e një familje me kushtet ekonomike siç duhet, e kanë parë të pamundur të lindër dhe të rrisësh fëmijë edhe qoftë nga mirëqenia sociale, po ashtu qoftë edhe siguria, qoftë në shkolla, qoftë në rrugë. E nga ana tjetër të pamundur edhe për të qenë të sigurt në hapa që ndërmarrin, për të menduar për të ardhmen, për të zhvilluar në karrierë. Dhe ajo çfarë ne përpiqemi për ditë ta se portat partisë, ndoshta. Ajo çfarë ne shikojmë dhe kemi të qartë në vizionin dhe në programin tonë është se ne mendojmë që pa investim në arsim, pa investim në shëndetësi, pa investim në ekonomi, nuk mund të arrijmë të krijojmë një shtet të fortë. Ne besojmë shumë tek shteti i ligjit dhe në radhë parë ne mendojmë që nëse krijojmë një shtet ligjor, patjetër që çdo gjëje pastaj në hallkat e mëvonshme do i vi zgjidhja. Ne besojmë shumë që duke investuar në arsim dhe në shëndetësi, ne japim brezave që vinë një të ardhme më të mirë. Ne besojmë shumë që duke u dhënë mundësinë të gjithë prindërve tanë që të kurohen dhe të kenë të drejtën e shërimit në vendin e tyre, arrim të kemi dhe breza më të shëndetshëm. Ne besojmë fort që kushdo qytetari i këtij vendi që dëshiron, ka meritën, ka talentin, aftësinë për të zhvilluar, duhet të jepet patjetër mënyra dhe forma për të gjetur pozicionin e vet në shoqëri. Ne besojmë shumë fort që çdo zyrtar i lartë i shtetit i cili tenton që me anë të pushtetit të kryejë korrupsion apo të përfshihet në struktura kriminale duhet të përballet me ligjin dhe duhet ne paktën në programin ton parashikojmë që çdo përfshirje zyrtarëve të lartë të shtetit apo edhe zyrtarëve të lartë të policisë së shtetit me krimin apo me korrupsionin të dënohet minimalisht 25 vite burg dhe të shpallet vepër e tradhtisë kombëtare
dhe nëse ka prova që janë pasuri të lidhura drejt për drejt nga ky aktivitet kriminal apo korruptiv, ti konfiskohet çdo pasuri. Pra ajo çfarë ne shikojmë, vizioni ynë është që të ndërtojmë një shtet i cili është i gjithë i ligjor, të ndërtojmë një shtet i cili hap garën, të ndërtojmë një shtet që ju jep mundësi qytetarëve të këtij vendi të zhvillohen, të jetojnë, të arsimohen dhe të jetojnë të sigurt në vendin e tyre. Sa takime keni realizuar Edona me shqiptarët e diasporës deri më tani dhe do më tregosh edhe agjendën vijuese të takimeve të radhës deri në zgjedhjet e 11 majit? Një numër relativisht i lartë, nuk mund t'jap një shifër të saktë tani për momentin, po janë diku mbi 20-30 takime që ne kemi realizuar përgjatë një viti e gjysmë me diasporën shqiptare. Kemi qenë në Gjermani, në Itali, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, do të thënë mund ta nis që nga viti i kaluar, kemi qenë në Athinë të Greqisë, kemi qenë në shumë qytete të Italisë pasi ka pasur kërkesa të pafundme nga shqiptarët në Itali për shumë zona ku ata banojnë. Ne organizohemi të tillë që aty ku na ftojnë shqiptarët, aty ku ata organizohen fillimisht me grupe të vogla dhe pastaj duke organizuar me njëri tjetrin, atje shkojmë, çdo gjë organizohet, ftohet, ftesa bëhet nga ata dhe ne kemi vetëm dëshirën për të shkuar, për t'i takuar dhe patjetër ata për të na dëgjuar ne vizionin, programin tonë dhe për të njohur anëtarët e ekipit. Ka pasur një punë të mrekullueshme të bërë edhe me votën e diasporës, procesit cilës tani më u mbyll, por ka pasur një numër të lartë të regjistruarit nga diaspora që janë edhe mbështetësit tanë, që janë qytetarë të cilët ne i kemi takuar në takimet tona në diasporë dhe po ashtu shprehen të sigur që me anë të angazhimit të tyre edhe nëpërmjet votës të sjellë një ndryshim në Shqipëri. Do kemi vazhdim të takimeve në diasporë, me datën 8 dhe 9 mars Adriatiku është në Amerikë, ka 2 takime me komunitetin shqiptar në New York dhe në Boston. Po ashtu me datën 6 prill është në takim në Angli, në Londër. Takimet do vazhdojnë në Gjermani, në Milano, në Greqi, pasi ne e konsiderojmë realisht diasporën shqiptare jo të ndarë nga shqiptarët që banojnë brenda vendit. Dhe takimet që ne deri më sot i kemi bërë me qytetarët shqiptarë jashtë vendit kanë qenë edhe për t'i ndërgjegjësuar për fuqinë që ata kanë lidhur me të ardhmen e vendit, të lidhur me shpresën që mund t'i ngjallët vendit dhe pse jo rikthimin të tyre për të investuar dhe për të parë në një moment të dytë edhe jetën e tyre në atë ze. Edhe pas përfundimit të procesit të regjistrimit nga diaspora, ne do i zhvillojmë takimet tona sërish me diasporën shqiptare, njësoj siç edhe takimet brenda Shqipërisë. Me qartë, faleminderit Edona. Doja të pyesja pak se si ka qenë eksperienca juaj e këtyre takimeve me shqiptarët e diasporës, ku ju keni qenë personalisht dhe keni pasur kontakte drejt për drejt, komunikim me ta. Çfarë ata thon konkretisht dhe cilat janë shqetësimet reale që ata ju kanë shpalosur gjatë bisedave? Në fakt, do doja të ndaj diçka që kur nisëm rrugtimin e lëvizjes Shqipëria-BE dhe kur filluam të parët të realizonim takime me diasporën shqiptare, gjithë na shikonin në mënyrë të çuditshme dhe na thonin që çfarë ndryshimi pretendoni ju të bëni në politikë duke shkuar në diasporë dhe duke takuar emigrantët apo shqiptarët jashtë vendit. Përse keni një fokus ndaj atyre të cilët nuk kanë një kontakt të drejtë për drejtë me Shqipërinë. Dhe në fakt ndodhi krejt e kundërta. Ajo çfarë ne kuptuam me shqiptarët e diasporës është se ata e kanë të lidhur kontaktin e drejtë për drejtë me Shqipërinë çdo ditë, qoftë kontaktin personale, qoftë me të afërmit e tyre që kanë atë ze. Diaspora shqiptare është ajo që ka mbajtur gjallë ekonominë shqiptare nëpërmjet gjithë të ardhurave që ka çuar për familje shqiptare. Diaspora shqiptare ne kemi kuptuar që ka një potencial shumë të madh për të investuar dhe për të kthyer në atë ze. Ajo çfarë ne kemi kuptuar në takimet tona është se realisht kanë qenë të papërfaqësuar, realisht kanë qenë të zhgënjur. Realisht në politika 34 vjeçare e diasporës shqiptare nuk i është dhënë merita por as mundësia që të ndihet e lidhur me atë dheun. Dhe ajo çfarë shikojmë për fatkeq është kohë të fundit është se vetëm kur janë në prag zgjedhjesh, pastaj parti politike, përfaqësues të lartë të shtetit kujtohen që po edhe jashtë Shqipërisë ka shqiptar dhe po t'i japim një vëmendje kur nuk i është dhënë përgjatë 34 viteve. Kemi pasur nga ata një mikpritje fantastike dhe një dëshirë për t'u angazhuar. Pra kjo ka qenë edhe befasia që ne kemi marrë këtë takimet me ta, ata përveç se janë të gatshëm që nëse në Shqipëri vërtet ka një ndryshim të elitës politike, ka një rikthim të shtetit ligjor, ka disa hallka zhvillimore në ekonomi, patjetër që shumë shqiptarë të diasporës janë shprehur të gatshëm edhe për të rikthyer dhe për të investuar në atë. Do të kuptojnë se askush nuk ikën nga dëshira nga Shqipëria.
Pra, as ti jam e sigurt që nuk ke ikur nga dëshira e madhe, por ke qenë e dyzuar për të shkuar pranë familjes, për të krijuar të ardhmen tënde dhe mbase për gjetur ato që nuk ke arritur ta gjesh 100% në vendin tënd. shumë e vërtet kjo, por gjithmonë ajo gatishmëria për të kthyer është. Siç thuati, nëse e kemi këtë terrenin e realizuar nga partitë politike, sigurisht do ketë kthime masive. Por a mendoni vërtet që pjesëmarrja e shqiptarëve deri më tani në procesin e regjistrimit mund të përkthehet si një dëshirë për të rikthyer nesër në Shqipëri? Unë mendoj që Në këtë numri i lartë, se relativisht mund të quajmë një numër të lartë të regjistrimit të shqiptarëve nga diaspora, duke qenë se është një proces i cili realizohet për herë të parë në Shqipëri dhe ka pasur, mund të themi, kritika të pafundme, ka pasur dyshimet e veta se si do realizohet, dhe unë e konsideroj një hap shumë të rëndësishme që kemi një numër kaq të lartë, thuajse 250.000 shqiptarë nga diaspora, të cilët janë regjistruar do jenë votues për herë të parë në 11 maj 2025. Ajo çfarë unë shikoj përveç se një dëshirë të tyre për të rikthyer në AD, unë jam shumë e bindur që vota e shqiptarëve të diasporës do jetë një vot ndërshkuese. Do jetë një vot ndërshkuese për ata që i kanë përzënë dhe i kanë dobuar nga vendi. Patjetër që ka pasur tentativa të pafundme, sidomos nga partia në pushtet, që të ketë manipulime të votës së diasporës, të ketë tentativa që të manipulohet administrata, të ushtrohet presion duke kërkuar formular të familjarëve të tyre që banojnë jashtë vendit në mënyrë që të jenë votues të sigurt në zgjedhjet e majit, por jam shumë e bindur që ata shqiptar, një pjesë e madhe e tyre që janë regjistruar për të votuar nga diaspora, janë shqiptarë që duan ndryshimin dhe që duan të ndërshkojnë një politikë e cila i ka dobuar dhe e cila edhe në momentin tani që ju dha një merit diasporës, tani që ju dha një mundësi për të vendosur dhe për të kontribuar në vendin, jo vetëm monetarisht, por edhe me vendimarrje politike, sërish tentoj t'i manipulonte. Kështu që dua të besoj dhe jam e bindur që vota e diasporës shqiptare këtë vit do jetë një votë shumë e madhe ndërshkuese. Patjetër. Tani unë kam një pyetje tjetër për sa i përket, rikthehemi pak tek partitë e tjera politike dhe pozicionin tuaj në raport me partitë e tjera politike që kandidojnë në këtë zgjedhje. Dy partitë më dha, dy forcat më dha që sërish pra kemi të njëjtat figura në këtë rast. Edhe shqiptarët janë shprehur disi skeptik për sepse nuk po shikojnë alternativa ndryshe. Po në këtë rast dhe ti je një figurë e re në parti, në politik tashmë dhe më është si një figurë e re, pra energjike dhe me një vizion tjetër ndoshta. Ku mendon se kanë dështuar partitë më dha politike, Edona? E parë kjo edhe nga përvoja jote gazetareske, që ti tashmë ke një background lidhur me ngjarjet politike në Shqipëri. Ku mendon se kanë dështuar Partia Demokratike dhe Partia Socialiste? Në radhë të parë, ajo çfarë ka ndodhur me partitë, po themi Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, është se e kanë trajtuar edhe partinë, por edhe shtetin sikur e kanë të vetin, e kanë marrë peng. Pra një nga gabimet më të mëdha që kanë bërë se kanë marrë peng edhe partinë, por kanë marrë peng edhe shtetin. Dhe në një demokraci, siç është supozohet të jetë kjo është Shqipëri, se në fakt është një demokraci e brisht, nuk mund të marrësh peng as partinë dhe nuk mund të marrësh peng as shtetin. Ajo çfarë ka ndodhur është se asnjëherë nuk është parë partia politike dhe as politika si instrument për të sjellur politika zhvillimore për të ndryshuar diçka për Shqipërinë, por është parë si instrument për të pasuruar vetë përfaqësuesit politik, e duke bërë të mundur që pastaj qytetarët të lihen gjithmonë më të varfër, të lihen gjithmonë më pa zgjidhje, të lihen gjithmonë më pa alternativa. Dhe kur ndodh kjo, një partie politike i bie gjithmonë më shumë vlerësimi, i bie gjithmonë më shumë ndikimi dhe roli. Dhe për fat të keq ne vazhdojmë të shohim tentativa manipulimi, tentativa të mbrojtjes, ajo çfarë sot jemi të gjithë koshient është se institucionet e drejtësisë po veprojnë dhe nga të gjitha palët po shikojmë se është thyer miti i pandëshkueshmërisë. Sepse prej 3-4 vitesh ne kishim të njëjtat dhe kemi aktualisht sërish të njëjtat figura politike, të njëjtat parti politike, që na servireshin gjithmonë me të njëjtat ideale të tyre, me të njëjtat ide, me të njëjtat programe dhe vizione sipas tyre, por që në fakt koha e ka vërtetuar që i vetmi vizion që kanë pasur është për të vjedhur Shqipërinë, për të vjedhur takset e qytetarëve të këtij vendi, dhe nuk kanë pasur asnjëherë vizionin që të realisht të ndryshojnë dhe të bëjnë diçka për të mirën e popullit. Dhe ajo çfarë ka treguar kryesisht gjithë periudha politike është se ata kanë qenë bashkë, dhe ata kanë vepruar gjithmonë bashkë në kurrizë të popullit. Dhe nuk mund të pretendojnë pastaj që edhe tani të përfaqësojnë popullin, nuk mund të pretendojnë edhe tani që janë të pastër kur çdo gur i drejtësisë e vërteton të kundërtën.
Unë shpresoj shumë që ky të jetë viti ku edhe politikanët shqiptarë të marrin një mesazh të fortë, edhe ata që kanë qenë, edhe figurat e konsumuar, edhe figurat e vjetra, sidomos ata që kanë guxuar të fusin duart në xhepat e shqiptarëve, por le të jetë një mesazh edhe për politikanët e rinj, edhe për figurat e reja të cilat duan të futen në politikë. Është shumë e rëndësishme të mos e shohim politikën si një pushtet për të rritur pushtetin personal. Le të shohim politikën si një pushtet dhe si një mjet për të arritur për të ndryshuar politika për komunitetin, për të arritur dhe për të ndryshuar diçka për vendin. Sepse tek e fundit, nëse secili prej nesh e shikon politikën vetëm si një mjet personal, mendoj që secilit pastaj do i vi fundi dhe do i vi rrugtimi, siç po ndodh aktualisht me politikanë të cilët ose janë për fat keq kemi një Shqipëri dhe një politiku ose gjysma e qeverisë është në nënhetim apo pas burgut, kemi po ashtu kryebashkiakun e bashkisë më të madhe në vend zotin Velia që është në nënhetim, është i arrestuar. Dhe nëse çdo politikan do tentoj pastaj të shkojë në të njëjtën rrugë që kanë shkuar politikanët prej 34 vitesh, mendoj që pastaj do ngelim sërish në vend numro. Le të kuptojmë që duhet të jetë me së zbën politika arma dhe mjeti për të ndryshuar jetën e njerëzve dhe jetën e vendit. Përndryshe nuk kemi asnjëri prej nesh se tentojmë të futemi në politikë dhe as ta shikojmë politikën si pushtet, si pasuri, si interes personal, jo as pak. Politika duhet të jetë vlerë, dinjitet, parime dhe interes kombëtar. Edona, tashmë dua të të pyes pak edhe si gazetare. Si gazetare e dim shumë mirë që një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë votuar edhe në moton e militantizmit. E kupton, domethënë që kanë preferencë një parti politike sepse kështu e kemi traditë familjare, e pëlqejmë, por që shumë prej tyre, shumë prej shqiptarëve nuk e bëjnë zgjedhje në mënyrë racionale. Pra, për shembull, duke e analizuar në bazë të veprimtarisë politike apo duke bërë zgjedhje të zgjuara, le të themi, kur ata votojnë. A mendon që është kjo situatë edhe sot që flasim? Patjetër, shiko, për fat keq ne kemi trashëguar një politikë e cila gjithmonë ka rritur kultin e individit, gjithmonë ka tentuar që ata që janë dashamirës politikës apo edhe ata qytetarë të thjeshtë t'i çojë drejt adhurimit të liderëve partijak, liderëve politik. Patjetër që edhe aktualisht në ditët që ne flasim ka një qasje militanteske të adhurimit të krerëve partijak, dhe nganjëherë mendoj se si mund të jetë të tillë, si mund të ndodhë një situatë të tillë, si mund të kemi ne një lloj reagimi kaq popullor her pas here. Do mund të merrja si shembull edhe rastin e kryebashkiakut kur gjatë kohës kur ai ishte në hetim por edhe në arrest, kishte reagime edhe nga artist, edhe nga qytetar, të cilët dolën në një protestë kundër institucioneve të drejtësisë, kundër SPAK-ut, duke vlerësuar gjithë punën që sipas tyre kryetari i bashkisë kishte bërë me Tiranën dhe duke cilësuar të padrejtë arrestimin e tij, kur në fakt çdo gjë që po tregon kohë që po kalon, fakti që po shpalosen dita ditës, po tregon që vendimi i drejtësisë ka qenë i duhuri. Dhe patjetër që edhe kur vije puna tek vota, ne do kemi se s'bën edhe një qasje militanteske të atyre që prej vitesh e kanë lidhur sferën politike, hapësirën politike, ndryshimet politike me një figurë të ndryshme të politikës. Por që e shikoj që ka pasur paktën, le të themi, si një frikë kundrejt këtë lloj militantizmi të shqiptarëve për të zgjedhur të njëjtën figurë politike dhe ndoshta pa e gjykuar shumë dhe pa analizuar shumë edhe përballë zgjedhjeve tjera që mund të jenë më racionale në këtë rast. Mendoj që 11 maj do t'rregoj që ka shumë shqiptar të ndershëm, ka shumë shqiptar të lirë, ka shumë shqiptar që nuk janë vetëm militant partish, ka shumë shqiptar që kanë vendosur që me anë të votës të sjellin një ndryshim të madh. Realisht mendoj që 11 maj do jetë një datë historike. Domethënë, mendoj që është një nga proceset zgjedhore më të rëndësishme kjo që po vjen. Pikërisht të zgjedhjet që do mbahen në 11 maj, sepse e kam vënë re dhe shikoj për ditë edhe nga kontakti që kam me qytetarët, qoftë komunikimi online me ta, po ashtu takimet në terren dhe në shesh të hapur, që ka ardhur koha e ndryshimit. Domethënë e kanë kuptuar që nëse vërtet kanë shkuar, unë kam takuar dhe takoj për ditë edhe qytetarë që kanë qenë përfaqësues partive të PD-s, të PS-s, partive të tjera, dhe që janë zhgënjur, dhe ata që kanë qenë vetë brenda tyre.
Pa llogaritur pasaj qytetarët e thjeshtë, patjetër që ka një frikë, ka një lloj presioni, patjetër që gjithmonë do tentohet që të përdorë çdo lloj forme manipulimi dhe presioni ndaj qytetarëve të thjeshtë në mënyrë që kur shkojnë te kutia e votimit ata të kenë të pamundur të shprehen lirshëm për individin apo për programin apo për partinë që ata duan që të sillin në qoftë në pushtete mbas se thjesht i besojnë edhe një mandat deputeti. Por që jam shumë e bindur me atë çfarë kam parë me sytë e mi që mbi frikën, mbi presionin, mbi gjitha tentativat e pushtetit do mbizotëroj dhe do jetë më i fortë ndikimi që do ketë vota e shqiptarëve të ndershëm dhe shqiptarëve të lirë. Në këtë rast, nëse ke dhe një thirrje për shqiptarët e diasporës, që po na ndjekin përmes kësaj lidhje Skype dhe nëse diçka çfarë ju ofroni si parti për shqiptarët e diasporës, për t'i afruar më shumë, për t'ju dhënë mundësi që zëri i tyre të dëgjohet dhe që shqiptarët e diasporës tashmë të kenë një identitet dhe një vend shumë të nderuar kudo, si në hapësirën shqiptare edhe në vendet ku ata jetojnë. Unë jam shumë e lumtur që kam takuar dhe kam njohur shqiptar të mrekullueshëm diasporës. Ne që në kryet herës e kemi thënë që listat tona zgjedhore do jenë deri në 50% përfaqësuara nga shqiptarë diasporës dhe realisht që do bëhen publike javës që vjen, por ne kemi kandidatë mrekullueshëm nga diaspora, nga shtete të ndryshme, që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Anglia, nga Italia, nga Greqia, nga Franca, kemi shqiptar të angazhuar që kanë vendosur që të kenë guximin dhe aftësinë për të përballur, por edhe për të përfaqësuar qytetarët e vendit të tyre edhe në Shqipëri. Kjo është një nga pikat që unë jam shumë e lumtur që arritëm të realizoni me sukses dhe që do kemi patjetër një përfaqësi shumë të mirë shqiptarësh nga diaspora. Nga ana tjetër ne e kemi thënë dhe patjetër që në programin tonë ne kemi një vizion shumë të madh edhe për diasporën shqiptare, duke qenë që të thash edhe në krye të herës kur nisëm intervistën që ne nuk i shikojmë të ndarë me shqiptarët tu, ne mendojmë që çdo politik dhe çdo vizion yni për shqiptarët brenda ADHEU duhet të jetë njësoj edhe për shqiptarët jashtë ADHEUt. Ne parashikojmë edhe lehtësira fiskale për të gjithë shqiptarët jashtë diasporës të cilët duan të investojnë edhe të kthehen të krijojnë bizneset e tyre në Shqipëri. Okej, Dona, të falenderoj shumë. Mendoj ta mbyllim këtu, besoj me këtë mesazh tëndin, edhe pse doja të përmendja një shprehje tëndën, një shprehje shumë interesante ku ti e ke deklaruar edhe në krijimtaritë e tua gazetareske, ku thuaj që do jesh misioni jot në jetë është për të mbrojtur të pambrojturit. Do vazhdosh gjithmonë me këtë lloj kauze, besoj, edhe në rrugtimin tënd politik. Po në fakt më kujtove një shprehje cilën e dua shumë dhe mendoj që do jetë misioni jetës time. Unë politikën nuk e shikoj si realisht si arritje personale. Unë dua shumë që ky rrugtim politik që unë kam ndërmarr të jetë për të qenë pranë, për të dalë zot edhe për të përfaqësuar qytetar qoftë jashtë parlamentit, qoftë brenda parlamentit, qoftë në rrugë, qoftë në sheshe, qoftë në rrugë zyrtare, qoftë në rrugë ligjore. Unë dua shumë që gjithë ata njerëz që e kanë të pamundur të shprehin zërin e tyre, kanë të pamundur të shprehin pak kënaqësitë e tyre, kanë të pamundur të gjejnë zgjidhje, të kenë edhe një përfaqësues politik që mundet të ruajë dhe rolin e ndërmjetësit, e po ashtu edhe përfaqësuesit dhe çuaris gjitha zgjidhjeve të tyre deri në fund, paktën ofrimit të alternativës. Po do vazhdoj të jem gjithmonë një zë i fortë i kauzave qytetare, do vazhdoj të jem një zë i fortë për ata të cilët nuk e kanë një mundësi për të shprehur dhe për të ngritur zërin. Dhe më lejo që përpara se ta mbyllim, t'i bëj një thirrje shumë të madhe gjithë shqiptarëve diasporës atyre që janë regjistruar, t'i rinë gati procesit zgjedhor, të presin zarfin në kohën e duhur, ta rikthejnë ato, ta dërgojnë në kohën e duhur dhe të mos e humbin mundësinë për të votuar dhe për të qenë vendimtar në zgjedhjet e 11 majit. Po ashtu ata shqiptarë të cilët nuk janë regjistruar, por që e kanë mundësinë për të ardhur ditën e zgjedhjeve fizikisht dhe për të votuar në Shqipëri, ju lutem shfrytëzojeni. Vota juaj është realisht shumë e rëndësishme dhe në këtë moment kaq historik për vendin, mendoj që kontributi i gjithë secilit prej nesh do mbahet mend, do futet në histori si një moment kyç për gjithë vizionin e përbashkët dhe për gjithë ëndrrën e madhe që se gjithë kemi për Shqipërinë. Dona, unë të falenderoj shumë që u bëre pjesë e Zërit të diasporës, një politikane e re, shumë e re në karrierë, por që shumë energjike dhe me shumë vizion. Unë të falenderoj dhe të uroj shumë suksesin në rrugtimin tënd. Unë ju falenderoj të shqiptarët e diasporës që po na ndiqin përmes kësaj lidhje Skype dhe ju ftoj që të lini komentin tuaj në lidhje me këtë bisedë që ne realizuam me Donën. Ju falenderoj shumë dhe mezi pres t'ju takoj në videon e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.